Pas ngjarjes tragjike në lagjen 15 të Durrësit, ku 2 fëmijë humbën jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur rënd, kanë nisur reagimet e shumta nga opinioni publik dhe personazhet e njohura. Mes tyre ka reaguar dhe moderatorja Kiara Tito, e cila ka ndarë një mesazh të gjatë në rrjetet sociale, duke shprehur dhimbje dhe duke bërë thirrje për reflektim dhe kujdes në rrugë. Sot është një ditë e rëndë për të gjithë ne. Ngushëllimet më të sinqerta shkojnë për familjet që humbën të dashurit e tyre në tragjedinë në Durrës. Nuk ka fjalë që mund ta lehtësojnë të dhimbje, por zemrat tona janë me ju në këto momente të vështira, u preshin e paqe. Por kjo duhet të na bëjë të reflektojmë të gjithëve. Çdo ditë dalim në rrugë sikur gjithçka është në kontroll dhe harrojmë sa rrezikshëm mund të jetë një moment pa kujdesie. Një shpejtësi e lartë, një telefon në dorë, një sekondë shpërqendrim dhe gjithçka mund të ndryshojë përgjithmonë. Le të jemi më të kujdesshëm, le të respektojmë jetën tonë dhe të tjerëve, sepse në fund të ditës dikush na pret në shtëpi. Sot nuk është thjesht një lajm, është një thirrje për ndërgjegjësim dhe një lutje për të gjithë. Na i kursejmë pamjet e trishta që qarkullojnë. Respektoni dhimbjen e familjeve dhe mendjen e njerëzve që i shohin. Këto imazhe vetëm sa rëndojnë më shumë situatën dhe rrisin anksin. Ngjarja tragjike në Durrës ka shkaktuar dhimbje të mëdha dhe reagime të shumta, duke rikujtuar edhe një herë rëndësinë e kujdesit në rrugë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.